A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, paqja qoftë mbi dërguarin e tij Fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bëf Zoti dhe neve pytyra amin e xhmain, salihin siddiqin ulaika rafika. Kurani dhe menaxhimi i kohës. Zoti i Madhreshëm në Kur'an thot: "Wal asr innal insana lafi khusr." Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën, me të vërtetë njeriu është në një humbje të sigurt, përveç atyre që besojnë, që bëjnë vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për të qenë të durueshëm. E zakonisht nëse ndalesh te çështja e kohës dhe durimit, zakonisht njerëzit që s'kan durim dinë edhe kohën mos me menaxhu që duhet. A njerëzit që kanë durim dinë edhe kohën me menaxhu, sepse koha dhe durimi janë dy komponenta që duhet të sinkronizohen dhe bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që ne të kemi kujdes se si e menaxhojmë kohën. E jo rastësisht Zoti tha wal asr, pasha kohën, për të na treguar, pra përmes Kuranit famlar të fjalës së tij, për të na treguar se koha ka vlerë shumë të madhe dhe rëndësi shumë të madhe në jetën tonë të përditshme. Menaxhimi i kohës sjell rezultate. Nëse ne kohën e humbasim me gjëra të kota, edhe jeta na shkon kot. Nëse ne e bëjmë kohën tonë produktive, atëherë ne producojmë ose japim mundësi që edhe tjerëve t'ju japim hapësirë që të mendojnë se koha është shumë e shtrenjtë dhe ne duhet të prodhojmë në kohën tonë pra vlera. Në gjeneratat e hershme, kur ashabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e shikonin dikën duke qëndruar kot, i thoshin çfarë je duke bër? Ja, po rri. I thoshin apo na e shet kohën tonë me para, ne të japim para, ti na jep kohën tënde, sepse nuk po na mjafton koha jonë për me e përdor për punë të mira. Llogaritën e sot disa njerëz që mbasin kohën kot, sikur të ktheheshin dhe t'i takonin ata shok të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, dhe ata të thoshin atyre: "A po ma shet kohën tonë, ta blej se s'po më del koha jeme." Shumë është kjo interesant për të nalë dhe për ta mendu këtë pjesë, sepse shumë njerëz sot humbasin kohën, kur studiusit dhe shkencëtarët e mëdhenj thonë se shumë njerëz kur kanë qenë për shembull student, kanë mësuar gjuhën e huaj vetëm në rend duke pritur me shku me marrë ushqimin përmes fjalorit. Disa njerëz kanë kryer 5-6 fakultete, master, 2-3 doktoratura, vetëm duke udhëtuar me autobus, duke marrë libra me vete dhe në fluturime në aeroplan. Disa njerëz e kanë shfrytzuar pra kohën dhe kanë menaxhu kohën e tyre, pra aq mirë sa që kanë arrit me i marrë 2-3 zanate, jo është një zanat. Dikur sot një zanat nuk din ta përvetsoj si duhet dhe ta ushtroj si duhet. Prandaj, shikoni sa e rëndësishme është koha. Po të nalemi tek dietarët islam se sa ata kanë shfrytzuar kohën në punë të mira, për shembull dietar të njohur si Ebu Hamid el-Ghazali, ku ka bërë vëllime të tëra libra, Ibn Qayyim el-Jauzi, El-Bidaya wa Nihaya, por edhe dietar të njohur si Fakhruddin Razi, Ibn Sina, thuhet se dietarët në të kaluarën kanë ditur me 10 gjuhë të huaja, për shkak se sa më shumë gjuhë të huaja një aq më shumë botë një. Prandaj edhe Zoti i Madhreshëm thot në Kur'an: "O ju që besuat, friksojeni Allahut dhe le të shikoj se cili njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen." Pra, Zoti të ka dhënë një jetë të tërë, një çesme se ke hap dikun, një librari të re se ke themelu dikun, një institucion se ke ndërtu që me gëzu brezat që vinë pas. Pra nuk e ke bërë një therë se ke largu nga rruga, një gurë që është gjë minimale që mund ta marrësh me dorë ta zhvendosësh.
Pra, shumë gjëra të tjera që ju ose ne si kemi bërë. Kjo është një vrejtje, është një kritik, jo që t'ju kritikoj juve, po s'pari kritikojmë vetveten tonë, që ne të rizgjohemi, të bëjmë një rizgjim ose një zgjim tonin, që ne të bëjmë punë të vlefshme në shoqërinë që na rrethon. Kjo është shumë e rëndësishme që besimtari ta shikojë se çka ka përgatitur pra për të nesërmen. Ky ajet pra i mëson besimtarët për pasojat e veprimeve të tyre. Pra, nëse ju e planifikoni jetën e juaj me përgjegjësi, me menaxhim të kohës, me përcaktimin e qëllimeve dhe prioriteteve, pra një person që ka objektiva të qarta, pra ai është më i aftë të përdor menaxhimin e kohës, duke qenë menaxhim i kohës efektive, produktive. Pejgamberët e Zotit alayhimus salam pra merreshin me gjëra progresiste. Për shembull, Davudi alayhis salam gjatë gjithë jetës së tij ka punuar me durët e tij dhe ka qenë bashkë me djalin e tij Sulejmanin alayhis salam kanë qenë përpunues të metaleve. Edhe pse kishin gjithat pushtet, ata i shihje në përpunim të metaleve duke kryesuar dhe menaxhuar në punët e industrisë së metaleve. Një nga industritë që ata kishin, se ata kishin shumë industri. Ata merreshin edhe me blegtori, merreshin edhe me, do thot, me leadership, shumë gjëra tjera që po të thellohemi, do të dilnin studime dhe libra të tërë. Por këta ishin besimtar. Dhe Zoti ka thënë Kur'an qad aflahal mu'minun, kanë shpëtuar besimtar. Ata të cilët shmangen nga gjërat e kota, larguhen nga gjërat e kota. Surja Mu'minun ajeti 3 thot, ata larguhen nga gjërat e kota. Prandaj keni pa për shembull ka shumë raste në për industri të ndryshme, punëtor të ndryshëm për shembull që merren me punën që janë thirrur, e humbasin kohën gjëra për shembull të kota. Shpesh herë duke parë video kot në telefon, video që s'kan vlerë, as edukative, as arsimore, për shembull, aty nuk mëson diçka. Pra, e përdorin kompjuterin ose telefonin për gjëra unuseful, që i thonë anglisht, të padobishme. Prandaj, pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka mësuar një dua që kohën tonë ta vlerësojmë dhe ta bëjmë të dobishme, me dituri të dobishme. Ka thonë, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbilan. O Zot, na jep dituri të dobishme, furnizim të begatshëm dhe vepra të pranuara tek ti. Pra, që veprat në kohën tonë mos me qenë të okupare, si thonë, okupacion, pra me konë të zënë, mos me konë në zonë ti, pra me vepra të kota, me gjëra të kota, por me gjëra të vlefshme. Pastaj, namazi ndikon disiplinën e kohës tonë. Prandaj janë 5 vaktet namaz. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarin në kohën e caktuar. Pra, Allahu ka lënë kohë të caktuar edhe për gjën më të vlefshme, që është namazi, që për me na treguar që koha duhet mu menaxhu në maksimum. Pastaj, balanci i jetës materiale dhe shpirtërore. Kërko me atë që të ka dhënë Allahu, pra botën tjetër, por mos harro pjesën tënde nga kjo botë. Prandaj ne lutemi, Zot na jep mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ruaj na nga zjarri. Nëse njeriu kushton kohë vetëm punës, mundet me neglizhu familjen, por dhe besimin. Pra puno, por harron 5 minuta me nda për Zotin me fal namazin. Ose punon, po harron 2 minuta me nda me vajzën dhe djalin e tij për edukim. Ose harron, ose jepet shumë pas fëmijëve, po harron besimin, bëhet pa besimtar. Pra, duhet të bëj balancim të gjërave, ose rrin non-stop të u fal, Zoti na ruaj. Kur shef, fëmijët nuk i ka eduku fëmijët e vet. Si ka përgjegjësi para Zotit. Edukimi i fëmijëve është përgjegjësi para Zotit.
Prandaj gjitha këto e kanë peshën dhe vlerën e vet. Pastaj merret me punë e të tjerëve, të vetat i ka kërkon hiç. Prandaj duke u marrë me punë të tjerëve, ai punë e veta i lën pasdore. Dhe Zoti na ruajt, ka shumë raste që shumë njerëz hynë në këto ujëra të turbullta, duke u marrë me të tjerët, harrojnë punët për cilat janë të thirrur. Prandaj edhe kjo hyn te menaxhimi i kohës. Kurani, nëse e lexojmë, subhanallahu, është një libër i mrekullueshëm, fjala e Zotit. Nëse lexojmë Kurani, Kurani na edukon aq bukur që të jemi të drejtë, që të menaxhojmë kohën, të menaxhojmë pasurinë. Kurani na mëson që edhe mos të pastaj është një temë tjetër që ajo hyn te menaxhimi i bereqetit, furnizimit që na jep Zoti. Ku thotë inel mudhabidhina kanu ikhwanu shayatin, ata mastrafagjit, ato keqpërdorësit, pra thotë janë vëllezër të shejtanit, runa zot, pra që shpërdorin, shpërdoruesit, Zoti na ruajt nga ata, po edhe shpërdorues janë edhe ata që janë shpërdorues të kohës. Dhe ata hinë të shpërdoruesit, sepse pra i shkon koha kot skoti dhe nuk ka mujt me ndërtu edhe me angazhu asgjë. Prandaj nëse ne angazhohemi, impenjohemi, qoftë me kohën tonë për edukim, kohën për arsimim, kohën për thirrje, kohën për meditim, kohën për zbatim praktikisht të vlerave që na rrethojnë, atëherë ne do të sjellim breza të shëndosh dhe Zoti do të na shpërblen për çdo fjalë, çdo vepër, çdo nisëm edhe iniciativë që ne e ndërmarrim. Allahu na mundsoft me i bë sa më shumë veprat tona të mira, me i shumë fishun kohën tonë. Prandaj Zoti betohet në mëngjesin, betohet në agimin, betohet pra në kohën për të na treguar se keni kujdes se koha juaj si po shkon. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam tha, do të pyetet biri i Ademit dhe për kohën e tij se si e kaloi. Për rinin dhe për gjitha pra do të pyetet se ku i çaj. Nëse i ke çuar ato ose i ke shpenzuar ato në batak, në gjëra të kota, atëherë e gjithë jeta do të shkojë kot dhe një ditë do të dalësh para Zotit dhe do të japësh llogari për jetën tënde dhe punët që ti ke bërë. Selam aleikum.